Edhe procesi I tekfirit, që është një për proceseve të rrezikshme për vetë atë që e bën dhe për atë që I bëhet, është një punë e madhe që s'ja ka lënë Islami në dorë secilit njeri. Por ja ka lënë dorë ulemave, sidomos gjykatësve fetar që gjykojnë me shariat, sepse kanë pasojë. Andaj vjen domethënë rreziku I tekfirit si rezultat I saj dhe pse është rrezik në më marrë me këtë temë, sepse e rrezikojmë vetveten që nëse ai nuk është kafir dhe I themi në atij kafir rrezikohet imani jon, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma", kush I thot vllau ti o kafir, e fiton njërin prej dyjave, domthon ose është ai kafir dhe I shkon kjo fjalë në vend, e nëse nuk është ashtu atëherë kthehet ty mbrapa dhe bëhesh ti kafir. Dhe për këtë shkak te xavarisht në historinë islame ka ndodhur do thot dalja e tyre prej fesë, se akuzat e tyre që kanë bërë muslimanët pa fajshëm u kanë kthy atyve dhe kanë dalë pastaj ata të rësisht nga feja. Edhe kjo ka vazhduar edhe në kohën bashkëkohore te njerëzit që janë infektuar domethënë me këtë virusin e tekfirizmit ose të xavarizmit. Dhe këtu ka një keq kuptim, do kur flasin për këtë temë, nuk do të thonë kjo që nuk ka tekfir, se si thot Jafar Sheikh Idrizi hafidhahullahu taala, një fe që s'ka tekfir nuk është fe, se feja për atë është fe, se ka do të sistemin e anatemosjes. Edhe gjithë fet e kanë. Mirë po këtë punë nuk ja kanë lënë secilit në dorë. Na për këtë jemi duke folë, se në Islam ka rregulla, kush I respekton është musliman. Kush I respekton, I shemb ato, I kundërshton ato, I refuzon ato, del prej Islamit. Ama së është puna e jo në xhamatit ta gjykon këtë punë, është puna e ulemave. E para dhe e dyta, ne si musliman ma shumë kemi qef me I shtun numrin e banorëve të xhenetit sa numrin e banorëve të xhenemit. Dhe për atë nuk nxitojnë në tekfir. Po japim shans afate që ndoshta pendohet, e kupton mirë e kthehet. Dhe do për këtë shkaqe do thotë na nuk nxitojmë në tekfir dhe alom. Edhe e treta, të gabojmë na në llogaritën e dikujt besimtar është gabim më I vogël se të gabojmë në llogaritën e ndonjë besimtari që jo besimtar. Se mund edhe na të gabojmë, ta zonë për shembull dikush për më është kafir, na duke u kujdes, duke u rujt se kemi bërë kafirat. Kemi gabu. Ama ky gabim është më I lehtë se sa me bë gabim na që një besimtar me llogaritë jo besimtar. Se rreziku është më I madh, rreziku është imani, ma këtu s'ka rrezik. Kum gabu, kum boj, çtat kum gabu. Domthon, nuk ka ndaj pasojë. Ama te lyra ka pasojë, andaj për këtë arsye duhet më rreziku, duhet më rrit tekfir. Kjo është sa I përket atij që bën tekfir. Mirë, po kjo ka rrezik të madh sepse edhe atë që ti e bën tekfir ka pasoja e punë, nuk është vetëm një lavgoje. Shikoni çfarë pasoja ka. Rreziku I tekfirit nga prizmi I pasojave që I lën te personit që në llogarisim kafir. E para, do thotë më një herë I prishet martesa, nuk I lejohet gruas me mbet me të. Unë kam punë të vogla këto. E dyta, fëmijët nuk jesin më fëmijë ti, duhet I merren. E treta, e humb drejtën e ndihmesës dhe lojërinë nga shoqëria islame. Ai njeriu nuk gëzon të drejta të ndihmës dhe përkrahjes që gëzon besimtari. E katërta, gjykatësia musliman pushtetin islam duhet ta dënoj me vdekje. E pesta, nëse vdes në atë gjendje nuk zbatohen mbi të rregullat e muslimanëve gjatë varrimit, nuk varroset në varrezat e muslimanëve, po duhet dikon tjetër. E gjashta, nëse vdes në atë gjendje meriton mallkimin dhe qëndrimin e përhershëm në xhenem, nuk janë pak punë, domosdoshmë, shikoni sa gjëra rregullon. Nuk I lejohet muslimanëve të kërkojnë mëshirë ose falje për të, me bëu dua për të. Ande për këtë arsye, faktikisht del shesh që rreziku është I madh I tekfirit. Dhe pra ato tre që I përmenda tek ai që bën tekfir dhe kjo shtat, tek ai që llogaritet si kafir, është punë e rrezikshme dhe na nuk duhet më marr me këtë punë, por duhet më lëm ulema, na duhet me ditë më smeranta dhe nuk duhet më marr me të, sepse nuk është puna e jon.